Dhe gjithë mirë se vini studio live edhe ditën e sotme transmetimet tona të drejt për drejta, do flasim padyshim për fushatën elektorale, jemi pak ditë nga mbyllja e saj dhe do kalojmë dhe te dita e zgjedhjeve 11 majit. Kemi shumë çështje për të folur, një situatë problematike, kemi parë një ditë më parë në Elbasan, por do flasim edhe për lajmet ditët e sotme, sidomos ajo që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sipas një gazetari atje, Zoti Berisha mund të udhtoj në SBA, por do duhet një leje e veçantë, po gjithsesi non grata qëndron. Do flasim për gjithë këto çështje, padyshim sondazhe dhe asaj që ka deklaruar Zoti Rama ditën e sotme nga Vlora dhe njëherë ka shpallur atë që e ka quajtur paralajmërimi dhe parashikimi i Kuçit dhe do ndjekim edhe atë që ka thënë Zoti Rama ditën e sotme, por dua të prezantoj më njëherë të ftuarit, kam Alessia Balliun, faleminderit, kënaqësi që të kam në studio live. Gjithashtu dhe Ben Meçe, faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje. Ndërkohë para se ta hapim dhe bisedën, do ndjekim një video, një material dhe më pas kalojmë më njëherë në studio. Tani është kohë që të gjithë ju të bëni pjesë të tuaj dhe të ndihmoni doktorin Berishën për të fituar zgjedhjet. So when you go to vote on Sunday, you need to take your family, your friends, your neighbors, everyone you know to get them to go vote. Kështu që po të shkoni të votoni të tjetër, merrni familjen tuaj, miqtë tuaj, fëmijët që të shkojnë të votojnë. Most will all stop and take a look to the right and to the left. Look at the person to your left and to the right in their eyes. Tani tuaj që të votoni pak dhe të shikoni djathtas dhe majtas dhe të shikoni njëri tjetrin në sy. Mirë, këto janë dhe pamjet që na kanë ardhur nga Elbasani, 2 ditë nga mbyllja fushatës, pra jemi ditën e parafundit, nesër është edhe përmbyllja totale, ditashtu është heshtje zgjedhore dhe ditën e diel procesi i votimit. Çfarë ka ndodhur më konkretisht? Alessia, ti je një mirë Elbasani, ke qenë dhe kandidate në primare. Çfarë ka ndodhur në Elbasan? Dua të hapim bashkë bisedën. Patjetër, si fillim dua t'ju uroj të shkuara djalit të Zotit Boçi, pasi ka qenë në gjendje jo të duhur fizike dhe i shtruar në spital prej dhunës e cila është e pajustifikuar nga secila palë që e përdor pa pasur nevojë se kush e shkakton atë, qoftë ky djali i Zotit Boçit apo dikush tjetër. Doja t'u shpreha që kjo është një frym arbër që e ka përcjellur Zoti Boçi në Elbasan. E ka sjellur këtë lloj frymën. Zoti Boçi nuk është njëri agresiv. Zoti Boçi ka sjellur. Kemi parë që ke patur probleme as me kundërshtarët. Tani Zoti Boçi ka sjellur frymën arbër të shkatrimit, mungesës garës, meritokracisë. Këtë e vërtetoi duke vënë në vajzën zonjën Çapja, që e vendosi ai të përzgjedhurën e vet në listën e Elbasanit dhe këtë ka kërkuar ta bëjë dhe me listën e hapur. Me listën e hapur të kandidatëve të Partisë Demokratike. Para se kalojmë atje, sa çfarë ndodhi dje? Pra si filloi? Shkaku kush ishte? Më lejo që ta analizoj që të dal aty ku duhet. Po thoja që fryma që përcolli Luciano Boçi është fryma e shkatrimit, është fryma e përçarjes. Në vend që të përshëndeste dhe të mbështeste një garë transparente, ku ka meritokraci, ku ka garë, ku ka primare, ai vendosi të bëjë kundërtën. Kjo ndodhi me zonjën Çapja që e vuri në listë, që ishte e përzgjedhura vet, tani kërkon që nga kandidatët e listës hapur të përcaktoj prapë të zgjedhurin e tij për të ruajtur pushtetin dhe kontrollin total mbi PD-n e Elbasanit. Ka ndodhur një incident mbrëmë arbër, ku djali i Zotit Boçi nuk ka lejuar që kandidati tjetër të takojë simpatizantët që sipas djalit të Zotit Boçit kishin sjellur gjithë në mitingun që ishte mitingu përmbyllës i fushatës Elbasanit. Duke u shprehur në mënyrë arrogante dhe duke u drejtuar me fjalë fyese familjarëve të kandidatit tjetër, djali i Zotit Boçit ka thënë që ti më njeh mua se kush jam, unë jam djali Luciano Boçit. Dhe aty ka nisur konflikti nga qasja arrogante dhe nga qasja duke e trajtuar Partinë Demokratike Dega Elbasan, familja Boçi si pronë private. Dhe nga kjo frym, pa diskutim që kanë marrë përgjigje nga kandidati që ka qenë po i Partisë Demokratike,
që ka qenë akti dhunës që unë nuk e përshëndes, që prapë them këtu që jemi të qartë, unë djalit zotit Boçi uroj shërim të plot dhe për mua qoftë sa më mirë, tjetë shëndetin mbi të gjitha dhe dhuna, unë po flas politikisht, tu nuk kam asgjë personale, aq më tepër kur bëhet fjalë, unë dhunën nuk e justifikoj, qoftë edhe po ta ketë shkaktuar djali i zotit Boçi me fjalë, ai që ka bërë kundrapërgjigjen për mua është i pa justifikueshëm. Dhuna nuk justifikohet, po unë po them nga buron kjo dhunë dhe nga lind kjo frymë. Pse është e rrezikshme sot? Çfarë ofron kjo opozitë që dikur ofronte shpresë, ofronte frymë ndryshimi, kjo sot po ofron në shfaqje televizive, në mitingje elektorale vetëm dhunë përçarje midis njëri tjetrit. Këta janë të paaftë për qeverisur vendin. Këta kur nuk dakordsohen me njëri tjetrin, kur ka një ego pushteti pa pasur pushtetin absolut, që po flasin për pushtetin partijak, këto nuk mund të ofrojnë qeverisje të mirë nesër. Këtë e lidhe dhe me rastin e atit që ndodhi në Korçë. Dhuna është e patolerueshme. Si ka mundësi që janë gjithë... Po pra si janë të gjitha këto akte dhune nga individ Partisë Demokratike, çfarë shqetëson, pse i ka bërë kaq të dhunshëm në këto zgjedhje? Kush e sjell të frymën e dhunës në këtë parti? Për rastin Elbasanit, i ta them unë me bindje të plotë që është zoti Boçi, sepse ai po sjell një shkatrim. A ka ikur në Shkodër zoti Boçi? Përse duhet ta bëj përgjegjës për çdo gjë në Elbasan? Tani përgjegjës atë e ka bërë Flamur Noka me SMS-t e veta, nuk e ka bërë Alisja Balliu, as ti, as unë, as Partia Demokratike. Kemi një shembull? Po shembullin e kemi tek SMS-t e veta për Kasa që thot këtë vajzën e ka vënë Luciano Boçi kandidate për Sakol. Zoti Noka më zotri që është Flamur Noka aktualisht është sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike në dijenin time, nuk e di e ka ndruar. Çfarë ka thënë? Ka thënë që unë e di shumë mirë, ka thënë që Luciano Boçi e ka bërë këtë vajzën deputete. Këto janë SMS nga numri i tij personal, që është fare i lehtë i verifikueshëm. Kështu që përçarja dhe ndikimi i tij është i verifikuar nga vetë sekretari përgjithshëm, që është zoti Noka. Pjesa tjetër pastaj janë humore. Këto janë fakte, janë prova. Prova është që vajza u vu, prova është që djali i tij provokon njerëz dhe djali i tij përfundon i dhunuar me çarje në spital. Dua të them edhe diçka tjetër Arbër që ti qëndroj konkret analizës time sepse është e pabesueshme sot Partia Demokratike. Dje ka dalë në deklarat Partia Demokratike Dega Elbasan, qofse e ke ose mund ta sigurojnë gazetarët, të lutem ta mbaroj. Ka dalë që ky sherr ka qenë për arsye banale për të sfumuar dhe për mos u përmendur realisht ndodhia që kishte ndodhur brenda mitingut të listë Partisë Demokratike dje. Ndërkohë, ditën tjetër, zonja dhe bashortja e zotit Boçi për mbi faqes PD-s Elbasan komenton që kjo nuk ka qenë për arsye banale, pasi djali im thot zonja Boçi nuk është banal, dhe pa diskutim që asu nuk dua të them që djali është banal, sepse djali është një fëmijë 18-19 vjeç, mos gaboj në dijenin time, dhe fëmija pa diskutim nuk ka faj për asgjë në lidhje me deklaratat politike apo shëndrimet politike të prindërve të tij, por që ajo e ka përgënjeshtruar dhe ka pranuar që ky sherr, ky debat ka qenë për arsye totalisht politike. Që do të thotë, Partia Demokratike do të mbulojë ngjarjen, Partia Demokratike thot gjë tjetër dhe Partia Demokratike bën diçka tjetër. Bien ndesh me çka thot dhe me çka vepron. Nuk e dia isha e qartë. Për ta mbyllur dhe me meqen, situata e PD-s në Elbasan është katastrofike, do ketë një humbje spektakolare, ne këtu do jemi bashkë të regjistroje pas datës 11 maj. Erdhi shpejt, 4-5 ditë janë. Po, 4-5 ditë janë, sepse është një listë e papërfaqësuar, është një listë qokash, është një listë që mungon totalisht integriteti, është edhe një listë e cila është bërë nën trysni, nën presion dhe nën diktatin e 2-3-4 individëve caktuar. Nuk është bërë për interesin e qytetit Elbasanit, e qytetarëve të Elbasanit. Qytetarët e Elbasanit meritojnë më shumë se kaq, nuk meritojnë dhunën në mitingjet elektorale, nuk meritojnë qokat dhe ndërhyrjet në proceset e primareve të PD-s Elbasanit, më i votuar i qarkut të PD-s Elbasanit, se s'dua ta harroj dhe dua ta theksoj këtu që zoti Sula nuk është pjesa e asaj liste për arsye dhe për interesa personale të familjes Berisha. Zoti Sula nuk ekziston atë listë, as në të hapur, as në të mbyllur.
këto dhe shumë të gjëra tjera që Partia Demokratike thot diçka tjetër dhe bën diçka tjetër, bien ndesh për që një alternative besueshme për qytetin e Elbasanit, për popullin shqiptar, po mbi të gjitha për të pasur një program, një alternativë dinjitoze, serioze, dhe që të jetë koshjente dhe koncize në atë çka ajo thot dhe në atë çka ajo përcjell për publikun. Meqe, Elbasani, dala pak gjatë me Alesin, po nuk është gjën që një mirë situatën atje. Bjem një koment për videon që sa po transmetuam. E gjithë mishmash deklaratash, ishte s'ishte. Ne në këtë 10 ditë të fundur jemi ballafaquar me 3 ngjarje, të cilat kanë protagonist faktorin PD-ist. Kemi një ngjarje në Lezhë, Gjingjoni. e cila në themel ka një filozofi të një direktive për të prodhuar sa më tepër incidente, për të përgatitur për deklaratat e posthumbjes. Kemi në Korçë një situatë të agresivitetit të një individi i cili pasqyron portretin e shumë kandidatëve të Partisë Demokratike. Ky është fiksuar, por nëse do të futemi në retrospektiv, do të shohim që ky është personazh agresiv në parlament, është personazh tmerrsisht agresiv në parlament, dhe jeta e tij politike dhe katapultimi i tij është i lidhur absolutisht me agresivitetin e tij. Jo vetëm ky si deputet, po dhe shumë deputet tjerë të listës së mbyllur kanë të njëjtat tipare. Tipari kryesor i tyre është agresiviteti. Çka do të thotë që filozofia me të cilën Berisha ka zgjedhur listën e mbyllur është besueshmëria, agresiviteti. Tashmë po vaqojnë me një fenomen tjetër i cili përpos një sherri i cili është ordiner në kuptimin e interpretimit, një gjë rëndomt, zbërthen një filozofi në vetvete. Dhe filozofia është që në Elbasan ka një situatë të mbarsur e cila shpërtheu. Dhe ajo që ne duhet të analizojmë nuk është thjesht akti i sherrit atje që natyrisht është ordiner dhe përbën një lajm që gjithë mediat botërore japin. Një miting elektoral përfaqësuesit e të njëjtit grupim politik të zgjedhin njëri tjetrin është lajm botëror. Dhe më dhe djali në kryetarit, zoti Voçi është dhe cilësinë e nën kryetarit partisë. Çuni i funksionarit kryesor politik por këto janë të një analize jo të natyrës politike që diskutojmë ne, po të një natyrës të një rendi shoqëror, të një kulture shoqërore, të atij ambienti politik. Unë do të qëndroj më tepër te fakti që është më i rëndësishëm. Elbasanin e kemi diskutuar shpeshherë, janë cënuar absolutisht gjithë parimet mbi të cilët duhet funksionojë një grupim politik në demokraci. Dhe aq më tepër u cënua i parimi i primarëve. Dhe primarët në themel të tyre kishin votën e qytetarit militant dhe për krahas partisë. Kjo u cënua në themel. Dhe u pa që një dorë e fuqishme bëri një përzgjedhje që po paguhet tani. Dhe kush është përzgjedhja? Në qoftë se Berisha veten në Elbasan dhe transmeton në opinionin publik nëpërmjet deklaratave të tyre që Elbasani është ambienti më i inkriminuar ku grupet kriminale bëjnë ligjin, kjo ngjarje që po ndodh ose që ndodhi në Elbasan tregon që kjo situatë nuk qenë kanë krahun e Partisë Socialiste, por që kanë krahun e Partisë Demokratike, ku të fortët të cilët Berisha i ka përzgjedhur për të kundërvënë sipas këndvështrimit të tij të fortët Partisë Socialiste, nuk u adhin në një padrejësi të madhe që është bërë palëve, nuk e dim cila prej tyre është më e penalizuar, por rëndësi ka që njëra palë është penalizuar, pala tjetër vjen si demon, vjen si pushtet mbi gjithë pjesën e partisë. Pikërisht kjo situatë ka prodhuar këtë konflikt i cili është i patolerueshëm për një grupim politik dhe aq më tepër në një miting festiv duhet thënë, sepse mitingu është festiv, Dhe po fliste këshilltari zotit Lasivita, zoti Grifin. Nuk më intereson fare kush po fliste, më intereson që konflikti midis të fortëve të përzgjedhur nga Berisha, që ai transmeton sikur i ka krau tjetër, në momentin e kontaktit të tyre, është kontakt fizik i tyre tashmë, është shpërthejnë në konflikt, shpërthejnë në një betejë që mendo ka të plagosur deri dhe rënd. Sepse çuni i Voçit është në spital dhe vazhdon, nuk e di e vazhdon tjetër apo jo. Ka qenë në spital mbrëmjes. Pra me informacioneve që ka mund ka qenë në gjendje me kolektive dhe ka pasur fytyrën e cila ka qenë në gjendje të rënduar sipas individëve, flas gjithmonë që kanë qenë prezent aty dhe që kanë ndjekur ngjarjen që ka ndodhur nga afër. Unë pa diskutim që e dënoj ashpër dhunuesin, për mos e janë të gjithë të djathtë, po çfarë mesazhi përcjellim ne te populli?
Ne po përcjellim mesazhin e dhunës, unë përmenda edhe rastin e Korçës, po Meçe e theksoi edhe rastin e Lezhës, kështu që janë të gjitha këto. Dhe Dibrën, dhe ne kemi të gjitha këto raste. Ai është tipik ai. Ai Dibrës nuk e vën diskutim sepse asnjëherë nuk përfaqëson ndonjë figurë për tu konsideruar. Po Gjinxhi Gjoni që përcakton frym. Ky Korçës, ky doganieri, edhe ky nuk përfaqëson, po vjen nga Korça. E kupton çdo thotë Korçë transmetosh. Ne ka pasur edhe raste të tjera, më fal që ty korrigjoj në parlament. Ky Korçës mos gaboj. Tani, ai gjë do të interpretoj atje. Po shikosh, konflikti nuk është individual. Është konflikt kolektiv. Pra ka ndeshje grupesh. Pra duan pushtetin politik, janë influencat të caktuara, ku njëra thash luruan pushtetin dhe imponon pjesën tjetër që është cënuar një liri. Kjo është përgjithsisht produkti asaj skeme që nuk është vetëm në Elbasan. Në Elbasan shpërtheu dhe u bëj dukshëm, një përmash që është e dhimbshme, është qesharake, po është e dhimbshme, se në fundit jetojmë në realitet politik në Shqipëri. Dhe të gjithë ne nuk duhet të kënaqemi me këtë situatë. Sepse kjo situatë është situatë që mbarset brenda grupimit politik dhe që transmetohet absolutisht në gjithë jetën politike. Dhe kjo, sinqerisht, është e dhimbshme. Natyrisht, kjo lloj situate jep edhe mesazhin tjetër të prezencës Partisë Demokratike në këto zgjedhje në Elbasan, meqense e kemi Elbasanin. Duket që Elbasani është absolutisht i organizuar. Arsyeja pse siç është tek, natyrisht Zonjusha është më e updetuar me situatën, por në distancë lexon që ke një situatë shumë konfliktuale brenda Partisë Demokratike. Mendo tani, një situatë kaq konfliktuale brenda Partisë Demokratike si transmetohet një betejë elektorale ku normal, siç e shoh unë, agresiviteti transmetohet edhe në publikimin në publik kundrejt njëri tjetrit, krahas sherrit, se sherri është kulbi, sherri është ekstremi i konfliktit, ky lloj sherri. Por ky sherr në terren shifet që do jetë një konflikt propagandistik kundër njëri tjetrit, prej përçarje dukshme në opinionin e Elbasanit. Kështu që rezultatet e tjera për ta mbyllur këtë pikë. Dhe për ta mbyllur këtë pikë do të thashë që mesazhi është e dhimbshme që shohim sot që Partia Demokratike, ajo parti që jep të frymëzim sot mesazhi që jep është dhuna. Është dhuna të militantët e vetë, është dhuna brenda llojit, është dhuna për të ruajtur pushtetin brenda të djastës, është trajtimi i Partisë Demokratike si prom private dhe jo si një e mire përbashkët për popullin, për dhënë frym, për dhënë shpresë, për dhënë opozitë. Kjo e gjitha ndodh fal faktorit Boçi. Ka një çorganizim në degën e Elbasanit, ka një çorganizim në degën e Shkodrës dhe gjitha kjo vjen vetëm për egon dhe interesin personal të një personit vetëm për pushtet. Mirë, dua ta kaloj këtë pikë, futemi pak tek ai ka qenë një lajm i ditës së sotme, ka qarkulluar sipas një pjese të PD-s, është hequr non grata ndaj zotit Berisha, por nuk kemi njoftim zyrtar nga Departamenti i Shtetit. Çfarë ka ndodhur Alesia? Ta sqarojmë pak këtë pikë. Mua vjen për qeshur, që merreni dhe harxhoni kohën, sidomos ju Arbër se jeni dhe gazetar serioz me këto deklarata. Tani është një gazetar thot Arbëri, i cili thot dhe zoti Berisha. Po mirë, pra, pyetjen më aderove ti, prandaj dhe unë po drejtohem ty në këtë rast. Paguhen $6 milion. Këto $6 milion paguhen për lobim për të pastruar emrin nga lista zezë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, sa i thonë që unë do marrë një deklarat për shtyp të Partia Demokratike, por ti, thunë, unë nuk po pyet zotin Berisha dhe PD-n, po më tha gazetari që ishte aty poshtë që është hequr non grata. Tani, nuk është serioze. Kur është shpallur non grata e doktor Berishës, që t'jemi serioz si që ka hi e studios tuaj, është bërë lajmi nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe nga faqja zyrtare zotëria ambasadës amerikane në Shqipëri. Ju vetë jeni gazetari, keni rekurset, çdo njëri ka rekurset, PD-ja vetë i ka rekurset, ja bëj këtë kërkesë ambasadës Shteteve të Bashkuara që është në Tiranë, ajo e jep në formë zyrtare, atëherë non grata është hequr zyrtarisht. Tani, vim në studio të diskutojmë llafet e kafenes të Partisë Demokratike, cila ka 2 muaj që thot do iki sot, do iki nesër, do iki para zgjedhjeve Berisha në Amerikë, sot ku e ke doktor Berishën, se nesër mos gaboj është dita përmbyllëse e fushatës elektorale, kemi eshtje zgjedhore zotëri dhe kemi mbrapa ditën e votimit. Kjo e gjitha bëhet për të influencuar zgjedhjen në Shqipëri.
është e gjitha një lobim që është paguar për të influencuar zgjedhjet dhe për të kesh informuar publikun. Pastaj problemi, edhe sikur t'i hiqesh sot në ngrata Sali Berishës, prap nuk do i fitonte zgjedhjet. Por në ngrata është diçka serioze dhe në mënyrën siç është deklaruar zyrtarisht në ngrata e Berishës nga institucionet përkatëse që e kanë shpallur, po janë ato institucione, mendoj unë, që duhet ta shpallin që ai person nuk është më në ngrata. Jo ta shfaqi një gazetar, sepse kjo duket jo serioze për vetë çështjen, po sepse ti je vetë gazetar, ti mund të shosh një trup gazetarësh të Report TV-s tek zyra PD-s dhe ti kërkon një deklaratë për shtyp nga Berisha. Ti thuj ka thënë Berisha gazetarit që është hequr kjo. Kjo nuk është serioze. Qofse Berisha nuk del vetë, ose nëse Departamenti i Shtetit apo Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë të japi një njoftim zyrtar. Kjo është e gjitha një lobim, dhe pa diskutim për lobimet paguhen miliona dollar në Amerikë dhe kjo është e lishme Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Berisha ka thënë patriot shqiptar kanë paguar. Po, tani kush patriot shqiptar është ai patriot që do sponsorizon ka 6 milion dollar për një person apo për një interes personal, dhe jo për strukturat e Partisë Demokratike, jo për të ndërtuar një spital, një universitet, jo për një të mirë publike të këtij kombi. 6 milion dollar paguen nga dikush vetëm për interesin personal ti, për të pastruar damkën. Gjithsesi nuk është çështja e non gratës. Edhe po t'i pastruhet non grata Sali Berishës, nderi i bën shtetit shqiptar. Se në fund ditës ka qenë ish president, ish kryeministër i vendit dhe është një njollë e zezë për Shqipërinë që një ish funksionar i lartë i këtij shtetit ketë këtë dam nga shteti më i madh i botës që është SBA-ja. Apo jo, zoti Meçe? Meçe. Duhet të theksoj që në fillim, ka një muaj e saj që po bëhet fushat elektorale, askush në propagandë nuk ka bërë fushat elektorale me non-gradën. Ka bërë me bufin, po jo me non-gradën. Ka bërë me të gjitha tiparet shtet shkatruese të Berishës, agresivitetin e tij, kohët e fundit edhe me atë demencën e tij, por askush, qoftë ky Rama, qoftë Partia Socialiste, qoftë reklamat e saj, nuk flasin për non-gradën. Pra non-grada tashmë në politikë është një koncept absolutisht i ka përgjyrë në kuptimin propagandistik. Kështu që edhe po u hoq non-grada dhe po u hoq non-grada nuk bën ndonjë ndryshim në politikën shqiptare. Natyrisht këtë e din mjaft mirë dhe Berisha, këtë e din mjaft mirë edhe përfituesit e 6 milionë eurove. E din mjaft mirë. Por gjithatë duhej që një ditë përpara fshasjes elektorale një shashk të idhej në treg. Po çfarë është kjo shashk? Tani unë kam faqen e gazetarit përpara, nuk kam komentin shqiptar. Të gazetarit, i cili për të qenë korrekt edhe në interpretimin që bëjmë dhe për ta vërë në analogji, është Qim Peka i Berishës. Qim Peka i Berishës. Është gazetari amerikan. Është gazetari i La Civitas. Është gazetari i La Civitas. Bravo, dhe lobimi është i lishëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. I lobimit Mark Caputo e ka. Dhe të gjitha të dhënat për të, pra du ta themi një gjë të tillë, ky gazetar nuk është gjë tjetër, veçse gazetari i kompanisë e cila është paguar 6 milionë euro, është gazetari i La Civitas, sepse në faqet e tija janë dhe intervistat dhe deklarimet e La Civitas në lidhje sidomos me posaçme me Berishën. I dashëm dy shpjegime për të dalë tek faqja. Nuk e di e keni faqen apo jo, Po e kemi. por është shqipëruar faqja, ta lexoj unë, është shqipëruar. Po. E pyeti shtetin. E kemi anglisht në fakt, po gjithsesi. Po ja thoj shqip. E pyeta shtetin për statut e vizave të Berishës dhe më tha se mund të vinte në Tiranë. Kjo është Në SBA. Në SBA. Kjo është. Tani jep përgjigjen sipas tij Departamentit të Shtetit. Dhe thot, në rregullisht thot, heqim dorë për lehtësuar udhëtimin e individëve të caktuar në SBA në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Pra, përgjigja korekte, për interesat kombëtare dhe për interesat të rëndësishme, ne kemi praktik rutin heqjen dhe kapërcimin e momentit të non-gradës. Por vazhdojmë tutje. Si të tillë, ne nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës së jashtme, shive me vëmendje, të politikës të jashtme, ose dhe marrëdhëniet me Shqipërinë, pra nuk është përgjigje eksplicite për Shqipërinë,
është një përgjigje e përgjithshme për politikën e jashtme dhe natyrisht duke qenë që pyetja është bërë për Shqipërinë sot edhe ose marrëdhëniet me Shqipërinë, të mbajmë peng nga vendimet politike të epokës së Bidenit. Nuk është përgjigje eksplicite për Sali Berishën, është një përgjigje e përgjithshme në të gjithë këtë politikë rutinore që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj figurave të cilat interesi kombëtar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i politika, geopolitika e Shtetet e Bashkuara të Amerikës e cilësojnë si të tillë. Në asnjë vend nuk thotë që Berisha si është hapur rruga, sepse të thotë një gjë të tillë duhet thotë që po, Berisha sot përbën interes kombëtar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Berisha është një figurë e cila për interesa gjeopolitike, ndërsa pjesa e dytë, e cila flet për vendimarrje politike të departamentit të shtetit në kohën e Bidenit, do të thënë që kjo është një tezë politike e përdorur që gjatë fushatës elektorale dhe në proces nga administrata Trump. Administrata Trump ka goditur gjithë vendimet e administratës Biden mbi këtë tezë, teza politike. Kështu që dhe përgjigja që është dhënë këtij gazetari që po interpretohet në këtë moment nuk është specifike për Berishën, por është e përgjithshme. Dhe për ta kuptuar pse është dhënë kjo përgjigje, nuk mundet që gazetari të dalë me këtë citim të tij. Ky është citimi i tij. E pyeta shtetin për statusin e vizës. Çështja është, çfarë pyetje është bërë specifike? Sepse natyrisht në funksion të pyetjes ka një përgjigje, e cila pyetja është bërë e përgjithshme dhe ky ka futur pyetja për Berishën, pa ditur pyetjen nuk din përgjigje, po megjithatë dhe kur unë interpretoj përgjigja thashë edhe një herë nuk i përket Berishës. E në qoftë se ne jemi në këto kushte, çështja vazhdon akoma tepër në analizë. Biden ka erdhur në 20 janar Trumpi ka erdhur në departamentin e shtetit me fuqi plot më 20 janar. Janar, shkurt, mars, prill, maj, kanë kaluar po vete 4 muaj e gjysmë tani. Për 4 muaj e gjysmë, këtë pyetje, e cila në felt nuk ka të bëjë me Berishën, po ka të bëjë me një politikë rutinë të shtetit amerikan, mund ta bënte çdo institucion. Tani do të kuptojmë një gjë. Departamenti i shtetit nuk është një shoqat ilegale, që është një legalitet që duhet i shpjesh gazetarin t'ia përgjigje. Departamenti i shtetit është institucioni më serioz në botë, i cili ti me këtë pyetje kaq rutinore mund t'i drejtohesh në mënyrë zyrtare nga çdo pozicion, edhe një qytetar i Shqipërisë, por aq më tepër, çdo grupim politik, çdo fraksion juridik në Republikën e Shqipërisë, çdo shoqëri lobiste ose kompani lobiste e ligjëruar për të qenë lobiste që paguan taksat e tatime dhe deklarohen si e tillë, mund t'i drejtohet në mënyrë zyrtare dhe të marrë përgjigje zyrtare nga Departamenti i Shtetit. Por që ta rish të shashk, ta sjellësh në Shqipëri, ta interpretosh, u çlirua më në fund Berisha, kjo është një bumerang i vërtet, sepse të kuptojmë edhe një herë, teza e La Civitas është shprehur mjaft qartë që Shqipëria nuk është gjë tjetër veçse një vend aq mediokër sa mjafton të vijë një amerikan dhe të flasë në emër të Amerikës dhe ky popull e beson në mënyrë të verbët. Kjo është filozofia e kësaj. Dhe ky është ofendimi më i madh që bëhet tashmë opinionit publik shqiptar, ku një deklaratë absolutisht rutinë është kthyer sot në linjën politike të Berishës, që ka dalë jo vetëm konferencë për shtypin. Nuk ka rënë në ngrata. Është në faqen e departamentit. Nuk ka rënë në ngrata, që të duk flisë në ngrata. Një minutë kohë, do kalojmë reklama, me që ndori dhe pak, ti ke disa angazhime tjera. Departamenti i shtetit nuk është gazetari, Marko. Kjo është dëshira personale e Berishës dhe e gjithë atyre emiranëve që e rrethojnë sot, e të cilët disinformojnë mediat, pasi nuk mund të flasësh për departamentin e shtetit në një moment që departamenti i shtetit nuk ka një vendim zyrtar. Kjo është urdhri dhe dëshira e porositësit Sali Berisha ndaj të paguarve të tij që janë La Civita me shok, për të dhënë këtë lloj deklarate për të pasur ndikimin maksimal në zgjedhjet në Shqipëri, për ta parë këtë si shpëtimin e fundit të tij. Sepse në qoftë se Sali Berisha do kishte realisht leje dhe do kishte një vendim zyrtar të Departamentit të Shtetit Amerikan, ai do kishte udhëtuar direkt drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thyer çdo tabu, çdo media dhe çdo lajm i cili mund të dilte në kundërshtim me atë çka Departamenti i Shtetit Amerikan mund të fliste aktualisht për të.
porositësi i këtij lajmi është Sali Berisha, fabrikuesi radhës i mashtrimit të këtij lajmi është Sali Berisha, Lastivitaja dhe gjithë individët që ka urdhëruar dhe ka paguar për të bërë fushatën elektorale në Tiranë. Ato nuk përfaqësojnë Departamentin Amerikan të Shtetit dhe është shumë e rëndësishme për gjithë publikun që është duke ndjekur që gazetari Marku nuk është Departamenti i Shtetit Amerikan dhe nuk është asnjë lloj qëndrimi zyrtar. Mirë, Alesia, faleminderit nëse që të kisha në studio live, do vijoj përsëri me meqen, por duhet kalojmë një hapësirë me reklama, kthehemi vetëm pas pak.